Jemi në studio me avokatin Burim Halilin. Avokat, mirë se erdhët. Ne edhe më herët lexuam në kryetitu këtë që Serbia ka shitur banesën 2 herë, i dëmtuar i dytë që është pala e tretë, jeni ankuar së bashku me ju. Ne duam që të nisim pak nga aty ku ka nisur historia, që për të thënë të vërtetën, në Kosovën e pas luftës realisht, problematikat të tilla kanë qenë goxha shumë të shprehura dhe janë përballur qytetarët me këtë. Çka ka ndodhur në këtë rast? Në rastin konkret, kemi të bëjmë me një shitblerje cila o realizu ku pala ime është pala e tretë. Ku fillimisht kemë bëjmë një pronë që në vitin 1991, si shihet nga kë vendim, shitë si pronari parë, ka qenë pronar atëheri Trepqes, ku me një vendim, i është dhonë këto banesa punëturve. Pastaj, pasi që punëturi nuk është përmbajtur rregullat të sistemit atëhershëm, kjo banesi është marrë edhe është dhënë një pronare serbe. Por faktikisht këtë banesë pronari parë që është jep në vitin 1991 ka patë në posedim nga pas lufta deri në vitin 2010. Ndërsa në vitin 2010 ani pse realisht kë pronar dikon në vitin 2010 kishte blerë këtë banes përmes një personi që kishte autorizuar ish pronarja dhe për të njëjtin jenë autorizimet e noterizuara sipas kohës që janë kërkuar atëherë dhe janë vërtetuar në gjykatë. Po, derisa, natyrisht, mund të gjeni dokumente, por edhe mund na shpjegoni. Pra, ideja është që kjo serbe ka shitur 2 herë banesën. Pala e tretë është pala juaj e dëmtuar. E ka marrë një autorizim në rregull nga ish pronarja që ka qenë juridikisht. Dhe me ai autorizim është vërtetuar në gjykatën themelore në Graçanic dhe me atë autorizimi ka shitë ish atëherë LVB Lazanit, ndërsa VB Lazani pas disa vite, këtë banesja shet klientit ton, i cili është këto kemi edhe kontraten, Hasan Leka. Të cilin besoj që du ta kemi pas pak edhe në lidhje të drejt për drejt për të treguar edhe ai më saktësisht. Në vitin 2019 dhe Hasan Leka, pastaj njëjti ka qenë në posedim dhe shfrytëzim të banesës në fjalë deri edhe tash na po flasim këtë studio, realisht ai ende është në këtë banesë. Po tani në muajin e kaluar, kjo banesë duke patur parasysh se shitja e parë, ani pse kishte shitur këtë banesë dhe transaksionin e saj e ka pranuar përmes gjirologarisë bankare në bankën Raiffeisen, që i kemi dëshmit këto, e njëjta nuk kishte ardhur në gjykatë për të bërë edhe vërtetimin e kontrates. Pastaj duke i patur parasysh se banesa ishte në emër të saj, ajo me autorizim prapeshët të personit tretë. Kemi të bëjmë një person i cili blen një pronë, pa vizituar pronën, pa shfrytzuar pa ju jep mundësia të drejtës e parablerjes kushis, shfrytzuesit, po e blen në mënyrë indirekte dhe i njëjti për ma keq, në momentin që kalon banesën në emër vetë, shkan pranë korporatës energjetike KEC dhe bën kërkesë për me ndalë orën e rrymës. Po, para se dalim këtu, me që kemi drejt për drejt, zotri unë Hasan Leka, pra palën në dëmtuar. Zotri Leka, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Atëre, nisëm pak me avokatin për ta shpjeguar në fakt se ku është Zanafilla, po natyrisht që kemi interes ta dëgjojmë edhe nga ju problematiken që ka dalur në këtë banesë. Jam në këtë banesë që dikon 15 vite jetoj këtu. Unë e kom një pra kontrat me VB. Kështu që tash po kohët punit në ka paraqitur një palë tretë ose një palë tretë ka ardhë. Edhe në datën 23 që ka pohë në kërë nuk më me ti, e ka prezentuar një kontrat në terit ose certifikat në sit. Edhe shku ma ka të rekë orën.
Kështu që prej datës 23 po, prej datës 23 jam barërin banes, kom po kërkjes, unë e kom lajmëruar në polici, në policia është njerët me rast. është duke u marrë policia? është duke u marrë me këtë rast? Po, policia është në Po, atëre, edhe avokati nisi që të flasë për çështjen e rrymës, që tashmë këtu pra është vërejtur kjo problematika, apo jo? A mund të na shpjegoni? Po, është problem, tu ka fillu problematika. Po, ta të qemë avokatin natyrisht edhe ju tani, po. Po, fillimisht kisha dashur të sqaroj. Një pronë, dhe ajo që e vërteton pronësinë është kadastri, regjistrimin e librat kadastral. Ndërsa sa i përket shërbime publike, ato gjitha rastet i kanë personat që i kanë në posedim. Në rastin konkret, shfrytzues dhe konsumator për korporatin energjetike KEC është Hasan Leka, i cili gjatë që e dëshmojnë edhe transaksionet që e në të gjitha në emën tina. Tashti, për neve pak është të dyshim. Duke patur parasysh se i njëjti për vitet të tona e ka pat orëmbaci në emër të tina, faktura ka qenë në emën të tina, si është mundur të kalohet nga Keci, pa pat një akt juridik nga Hasan Lekaj, tek nësë mëj me prezentu emnin që është Fatmir Stubla, se tashtin në këtë rastin konkret, është dashtë edhe nga kompania KEC, me e bo një telefon Hasan Lekës, me thonë që kena të paraqitë një person, edhe që shëpuna se shojmë që na e shfrydzën oren. Edhe nuk mundet një orë matës, fillimisht, për deri sa të ju shfrydzu, dhe në atë moment, me shku edhe mu pasivizu, se na zakonisht kërkojna me pasivizu një ormat që nuk është shfrydzojna. E jo një ormat si cilë është shfrydzu deri në ditën konkrete që është pasivizu. Pastaj i njejti me disa persona privat, që nuk e dim kush janë, shkan edhe hek vetë. Edhe kjo është punë pa autorizuar e bom, sepse ormaci nuk është heq nga punëtorët e kompanisë KEC. E cili është dyshimi? Dyshimi fillimisht, për deri sa Landa është në gjykatë nga viti 2012, edhe deri sa nuk kem vendim të formës së prerë, nuk duhet me shku me nuk o dasht, Keci me shku me largu ator pe atyt. Pastaj dyshimi është aty, si është mundur të kalohet një ormac nga Hasan Leka, tek blerësi fundit pa pat një akt me styne. Pastaj tjetra, si është mundur ai me hek ormacin privatisht, përderisa është ndaluar sepse ormaci ofron në kompanisë KEC, nuk është e konsumatorit. Dhe ju po thoni që është dashur të ketë një bashkëpunim, në këtë po aludoni, për ta bërë këtë ndryshimin e... Faktikisht, në këtë t'jap me kuptu shumë fakti që nga punëtorët e kompanisë KEC është pranu një ormac, edhe nuk është denoncu rastit pranë organeve kompetente, sepse në rastin konkret, në momentin kër aja ka që fizikisht ormacin, o dashtë e i bot me dhije se ti nuk e mujt me hek ormacin, o dashtë njëftohet policia, ndërhyn të bot një raport, konstatuot kush, pastaj për ma kesh na kemi aty edhe një raport të përfiluar nga punëtorët e kompanisë KEC. Çka thot ky raport? Ky raport thot se ne kena shku në banesë dhe kena gjetë që personi trajt e ka në shfrytëzim. E gjendja faktike është raport... Që është e pamundur, apo jo? Sepse aty banon zotri Leka, apo jo? Aty banon zotri Leka... Ta, pës zotri Lekën, se natyrisht kemi hapësirë sa të doni për ta sqaruar. Leka, po më dëgjon? Për të lidhur me atë që tha më herët avokati, juve KEC nuk ju ka telefonuar në asnjë moment? Në asnjë moment, në komandë në datën 23, pa ne nuk u gjetë. Po. Kur është paraqitur ky blerësi tjetër dhe a ka problematika të cilat janë shkaktuar dhe me të cilat jeni përballë ju personalisht? Jo, në rast, po. Nuk mos që ka dalë, ka dalë të di që shpojt me të pa veç kërë marë, kërë marë dhe të procesu shkova në kërë të rrë, edhe sa që një të urë dhe po kërkes për në dy ditë për të evident, edhe sa kushe ka po të të një person sa pa të mirësuve. Atër me të të drejtë e zonë, pamimin e kone të të laj, si me qujtë jo kërës ne, po dhe ma po jetën të famojtme,
Dhe i ka marrë të pritë që tila të qatë pa u dhe të kjesë të të pa falë e kemë. Se përshore pa kujtë, në pikon që të zënditën e të të komonë e të Po. A mund të më thoni që momentit që po flasim sot, cila është gjendja, cila është situata? Situata me së të drejtën, po. Unë të mdonë në testën e për të të blyve në kuera në e të ndeshë, u punë dhe në zërën të të kjesë, po, e ke po kërë në pasati, dhe ka të e ka në një në kjesë të nërë dhe të të teoret, ata në kanë ragualonë, pra të të në drejtatës të prejnë. Në rregull, se pakës, thënë drejtën, pe kemi vështirë edhe për ta kuptuar, por natyrisht po vret shqetësimi, avokat duat na tregoni pak me këtë palën e tretë, çka po ndodh, me këtë palën tjetër që e ka bler. Pala tretë ka shku fizikisht tek ura. Tek ura, e ka hek urën dhe ka shku fizikisht edhe në banesën e tyre. Gjo që nuk ajo është një farë mënyrë marrja dhe drejtësisë në dorëve gjyqësi. Dhe ajo nuk mundet me shku, përderisa një person një tretë e ka në posedim faktik këtë banesë. Banesa që është nga ishit si që e ka ble Asan Leka dhe Asan Leka është që nga viti 2000. Këta e dëshmën fakti ku personi cili ja ka shit Asan Lekës ka pat kontrat të qiras edhe në vitin 2000 me personin në fjallë dhe në 2001. Okej. Pastaj këtë banesë, si që thash edhe ma heret, kër e ka blinë 2010, nuk i ka ardhen për mja vërtetu kontratën e gjykat, transakcionin ani pse shqitja ka pranu për mes gjyro logarisë bankare, i njëjti e ka procedu landën në gjykat me padi për vërtetim të prëndësis, po fatkesisht, si që dimni në Kosovë, këto raste morin ku minimalisht vetëm për të filluar në rastet e tilla, është një regull që në Prishtinë, flasë gjithar për gjykatën themelore në Prishtinë, në vëjitet 10 vjeçare. Po, dhe a mund të themi që problematika ka nisur pikërisht nga kjo mos paraqitje e Serbës në gjykat? Po, pikërisht nga kjo. Pastaj e njëjta, duke i pat parasysh që fatkesisht banesën e ka pat ende në emrin e sajna, e ka gjetë një person të tretë ku jashet stret banesën, edhe aje ka bobartje në emër tina, edhe pse personi i cili ka ndërhyt tash, o do është ta din që në atë banes ka një posedus tjetër, sepse si që dim, ne është një regull momentin kur shikohet një prunë, duhet vizitohet pruna, duhet shikohet prunat, kërkohet si që ndrën aspekti dokumentacionit, dhe personi i cili blen këtë prunë ka qenë njëri edhe e ka blen me vedije që aty blen një prunë e cila është në një kontest gjyqësor. A mund të dim, a ka pas një kontakt me këtë palë tjetër që e ka blerë, se realisht ashtë, përveç Zotrit Leka, nuk është që një problematike tjetër do t'i konvenonte edhe palës tjetër, pavarësisht që po thua që e ka ditur që është në një proces gjyqësor. A ka pas një kontakt me këtë palë tjetër? Kontakt ka pat pasi që aje ka qitë banesën e emën tina. Ka shku të pruna. Po fakti që ka blen një prunë pa e vizitu heq, një prunë e cila është prunë e Serbit, është dashtë të jetë në DNI, si në këtë prunë e ka në posedim një person tjetër, sepse si që dim lufta ka përfundu në 2000-ën, ta jetojmë në vitin 2026. Kjo palë që e ka blerë është e njëra, po jo, për të dy ju, edhe për ju, por edhe për të dëmtuarin. Po, është paka shumë e njërë. është paka shumë e njërë. Zotri Leka, a mund të na thoni këtu, sepse avokatin e pyeta, po me këtë palën tjetër që e ka blerë banesën, a keni pas ju një kontakt të drejt për drejt? Jo, me të drejtën e ka para të një kryjtore, po edhe një familë ka qenë në sotër për në SPV, ka të njëri të me që banesën e hulli, kjo është banesë e janë, një ka qenë, ka qenë në mini kjotë, ka qenë 2 personë, për t'i pas familjes dhe. Po. Edhe në që hapë këtu, edhe në nuk e sikohet të sporë. Të kështë të sporta në të 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 kemë, në nuk e pati të kërë, të të nga të të më shpërton të një, më të që që numëri e të rëtjës që konkurën e për rëtjës, ku më rinko që ka të kitë vetë me rëtjës. Edhe shtu që ta nuk e interesant ta banesën e Publiona, ma shumë gjovin të të rasu të rakimi ty do të ma ka konstituar. Me kë jetoni ju? Unë jetë që me pashtuar të rasu të të një. Që besoj ka kryuar një lloj shqetësimi, apo jo për familjen? Me të të drejtën, po, të do mësë minja, ka marrë shumë
Po, në këto vite, a keni pasur ndonjë lloj problemi më herët mbase jo të këtij lloji, po diçka që ju ka shqetësuar? Asnjëherë, s'ka pas një palë tjetër që është paraqitur? Absolut. Po. Çka po bëjnë organet e rendit për këtë rast? Ku jeni në këtë moment? Me thonë të drejtën qyrtau po, si pjesën të pasër artizme, unë po, pjesën teme, për konfiksimin e orës të artizme, ka duhet me shku me prokurorën, se nuk jem gjojë që ka duhet. Po, avokat? Fillimisht duhet të shtoj që zoti Leka ka qenë edhe banus fillimisht me qeronat banes, pasi që atë banes e ka ka shfrytzuar për disa vite me qeroj pa penguar nga askush, dhe i është jep mundësia nga ish pronari për ta blerë banesën, ka vendos që ta blenë banesën në fjalë. Për neve pak më shqetësuese është lejimi largimit të orës nga kompania Kesko. Si është e mundër që ata të lejojnë, mos të ja kthejnë urmbacin konsumatorit prap për të vazhduar jetën. Ju besoj kësaj kompanie i jeni drejtuar? Jena drejtuar fillimisht me një kërkesë. Ata fillimisht kanë thonë për neve blerësi i ri ka prezantuar certifikatin e pronës dhe një kontratë shitblerjes. Ani pse unë kum lyp llogari, po deri me tani nuk kena një përgjigje me shkrem, edhe i kum kërku se si është e mundur jo t'ia bart një orën nga konsumatori Hasan Leka tek blerësit tash i fundit. Se nëse këta kishin apliku nga fillimi për regjistrim të orëmbacit, jem në rregull që t'i jepet përparësia ati, sepse me dokumentacion po qëndron më mirë. Po këtu nuk bëhet fjalë për aplikim nga fillimi, po bëhet fjalë për ndrim të konsumatorit. Edhe si është e mundur të largohet një konsumator, edhe të regjistrohet konsumatori tjetër, pa pat një akt juridik mes të dy konsumatorëve, ose pa pat fillimisht nga konsumatori, por duhet të ketë një kërkesë për pasivizim të orës, largim të orës nga emri tina, pastaj kalimi orës nga fillimi të konsumatori i ri. Pra problematika ishte e vërejtur shumë herët nëse do të shkonte kështu. Po, problematikë, çdo gjë ka ndodhur shumë shpejt, sepse ai në moment e ka pasivizuar, e ka bën ndrimin në emën vet, edhe mbrëna ditës që e ka qit në emën vet, e ka bën më njëherë kërkesën për pasivizim. Edhe posa e ka pasivizu, ka gjetë disa punëtor jo të kecit, po edhe vetë me dy persona tjerë kanë shku dhe kanë largu fizikisht orën, edhe e kanë qunë kompani kecë. Ju jeni bindur që kjo pala tjetër që ka blerë këtë banes, ka qenë njoftuar që kjo pronë është në një proces gjyqësor? Se nëse e thoni që jeni bindur për këtë që ka qenë atëherë, del të jetë që diçka ka këtu, do më thonë ka një lloj fajtore dhe ka një lloj bashkëpunimi. Unë po thëmë në atë aspektin, supozohet që ai duhet të ketë qenë në dieni. Në faktin kur një person ble një palojshmëri, pa vizituar atë palojshmëri, pa him brend, pa ditur kush e ka në posedim, edhe pa bën pagesë, pa bu pranim dorëzim të asaj prune, duhet të jetë ditur që në atë pronë o dikush. Pse mund ta bëj dikush një gjë të tillë, kur mund ta marr parasysh që mund të dalin problematika të shumta? Po kemi persona të tillë për shkak se çmimi me siguri që është bërë më i favorshëm, sepse shitsi ka inkasuar një herë pagesë, edhe në momentin që inkason pagesën për herën e dytë, mund ta bën me një çmim edhe më të lirë, edhe për shkak se ka pasur një çmim më të arsyeshëm, ka thonë i bëj sfidë problemet, edhe pastaj për mu nuk e paguj një banesë në çmimin e tregut, ndoshta do të ishte 100.000, po paguj 60.000 dhe në kjo arsye mendoj që të tjetër. Ndërkohë, a mendon që pikërisht kjo palë që e ka blerë, pavarësisht asaj që thatë, është në një lloj gracke, le ta themi, në gjithë këtë proces apo jo? Patjetër që kjo është në një lloj gracke, po megjithatë ne tani do të fillojmë procedurën për të drejtë parablerjes, sepse fillimisht ligji janë të drejtën e parablerjes së zotit Leka. Leka, po. Po, edhe pastaj këtu pritet të zhvillohet edhe një proces i shqyrtim i gjyqësor, i cili fatkeqësisht duke pat parasysh mbarvajtjen e gjykatave tona do të merr edhe një 10 vjeçar në rast se nuk ndryshon situata e punës në sistemin e gjyqësisë, edhe tash pasojat janë të mëdha, Cilat janë, po? Pasojat janë të mëdha për arsye që
E para edhe Blerësi formal tash është pronari kësaj banese. Banesa nuk ka mundësi ta ketë në posedim minimalisht për 10 vite. Pastaj opcioni i dytë është gjykata t'i jep të drejtë para blerjes personit të cili ka pasur për në shfrytëzim për disa vite banesen. Pastaj është një kontest tjetër e kena në rastin e një që ka të bëj me padi për vërtetim pronësie me blerje me mirëbesim, i cili e ka kry pothuajse po tërësisht e ka kry obligimin e shitblerjes, e ka një akt juridik edhe ka në posedim në më shumë se 20 vite banese në fjalë që i njihet edhe ligje një edhe sipas të drejtës së parashkrimit, edhe në momentin që i njihet të drejta pronësisë personit që ja ka shit zoti Leka, pastaj kem një akt juridik që është mes zotit Leka dhe Tina, edhe transaksionet janë të kryera përmes llogarisë bankare, edhe pastaj pronësia duhet kalon në zotin Leka. Pastaj kuptohet që dami është se kena edhe një person të tretë i cili pastaj mund dëmtohet për shumën e shitblerjes se ka paguar tani. Po, ndërkohë, zotri Leka, me Sërbën, sepse nuk pëdim edhe moshën, është gjallë, apo jo? Po? Se duat pës, a ka pas një lloj komunikimi në... Unë në të drejtë në kom pas kontakt, nuk e jam. Po? Bia du të njenë, po, unë kom pas kontakt me të 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 të. Po nuk ka sot një lloj informacioni dhe një lloj kontakti, apo jo? Bazë kësaj informacioneve, aja duhet jetë gjallë, sepse ka pat njerë një kontakt Blerësi parë me ta, po është lajmëruar bashkëshorti i saj dhe i ka thonë që mos më thërë më për këtë farë pune. Jetojnë në? Duket në Itali, nëse s'ka. Në Itali? Njëherë ashtu që është tonë. Zoti Leka, po insistoj edhe pak në atë që ju e tha që është shumë e rëndësishme që në gjithë këtë periudhë kohore, por base edhe në këtë të fundit nuk ka pas asnjë moment që ka ardhur dikush, sidomos kjo pala tani tjetër, dhe t'ju thotë që unë e kam bler këtë banesë. Është banesa ime. S'ka ndodhur. Ne po shumë rahat, dhe të thonë gjithë ka kuprit gjykatën, të gjitha avokatët, si puna gjykata tona. Unë e përpita për vëndana dhe marrëvejtë në trekat, dhe thonë i pra për drapë me vepil, ku ta përmon të gjykatën, ta me të drejtë, ta me të sigura me procedura ta. Po, dhe kur jemi të dokumentet dhe këto nëshimet, gjithçka është në rregull, le të themi? Nuk ka shembull mungesën një dokumenti që mbase mund të hedhë një dyshim. Mungesa normal që mungesa në aspektin formal ka, sepse mos kishte pas asnjë pengesë do të kaloj pronësia fillimisht në zotin VB, pastaj nga zoti VB tek zoti Leka. Po nga ana e zotit Leka nuk ka ndonjë mungesë. Jo, nuk ka, po për shkak që kena një kontratë të pavërtetuar në gjykatë mes VB-s dhe ish serbes, nuk është ka qenë mundur të bëhet bartja pronësisë. Dhe për atë arsye rasti është në gjykatë. Po. Zotri Leka, për fund, një kërkesë le ta themi nëse keni ose diçka nëse keni për të thënë për këtë situatë në cilën gjendeni. Me sot të drejtë, që raport për kompaninë Kesko, dhe ta kanë parasysh, ne me komplet familje për të tre parë, nuk po di kur të arsyeja po atë këto. Policia në komplet nuk po, në policia momentin që po që mora në fort. Policia ka punë në vet, ata ka punë në vet, unë pas po që ta kanë ata e familje të soldatëve të tre parë. Në rregull. Urojmë shumë që të zgjidhet në rrugët ligjore kjo çështje. Faleminderit shumë që u kuadruat. Faleminderit. Avokat jeni i lirë nëse keni diçka për të shtuar rreth momentit në cilin ndodheni tani. Vesh kisha dashur të shtoj që kompania Kesko nuk është dashur të bëj, fillimisht është dashur ajo të bëjë një denoncim kur është lidh ora, nuk është dashur të pritet që të raportohet nga konsumatori ora, ish konsumatori në fakt. Pastaj kërkojmë nga kompania Kesko ty pat parasysh që nuk janë respektuar procedurat e largimit orës, ndërrimit pronarit, raporti në vend ngjarjes është i manipuluar që t'i kthehet konsumatorit dhe të vazhdohet me furnizimin e energji elektrike deri në një vendim të prerë të gjykatës. Po, se zotri Leka e tha që ka lajmëruar edhe policinë që e kanë kryer punën. Saktësisht policia çka ka bërë dhe çka është thënë? Policia, në bazë të informacioneve që unë kam deri me tani, i ka intervistu fillimisht Blerësin e tretë, pastaj ka intervistuar edhe disa punëtorë të kompanisë Kesko që kanë dalë në vend ngjarjes. A mund të dim diçka nëse është thënë që mund të thuhet, që nuk është problematike? Jena në fazën e hetimeve dhe nuk lejohet. Po, nuk mund të
Sepse edhe mund të ndikojnë natyrisht, e kuptojmë plotësisht këtë pjesë, sepse gjithmonë këto problematika i kemi, kur një situatë, do të thotë, kur një gjë është në një proces gjyqësor, është më i ndërlikuar. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.